Për liderin e BDI-s Ali Ahmeti, ligji për përdorimin e gjuhëve nuk nënkupton edhe mbylljen e çështjes së gjuhës shqipe dhe marrëveshjes kornizë. Ai në një intervistë ekskluzive për Post MK paralajmëroi se nuk heq dorë nga barazia e plotë e gjuhës shqipe me maqedonishtën, respektivisht gjuha shqipe të përdoret edhe për komunikim ndërkombëtar. Është një dokument shumë se të them nga përmbajtja delikat. Unë nuk mendoj që me ligjin për përdorimin e gjuhës shqipe këtu është edhe përmbyllja dhe fundi i marrëveshjes paqësore të Ohrit. Dua ta përkujtoj se gjuha shqipe është gjuhë zyrtare në Republikën e Maqedonisë dhe sigurisht që unë ndjem pak sa i diskriminuar, për shembull, mirë po kompromiset janë kompromise dhe ai kompromis është arritur, unë jam pajtuar me atë kompromis të marrëveshjes së Ohrit, por sa i takon gjuhës, për shembull, në komunikim ndërkombëtar, gjuha shqipe, do thotë, është e diskriminuar. Dhe përse gjuha shqipe të mos jetë e barabartë edhe në komunikim ndërkombëtar. Përse të ndalohet jashtë kufive të Republikës së Maqedonisë gjuha shqipe. Mirë po këta janë çështje që mund të hapen dhe të bisedohen në të ardhmen. Ahmeti paralajmëroi se në të ardhmen kjo kërkesë do të vendoset në tryezë, duke mos e caktuar afatin kohor, që gjuha shqipe të mund të përdoret paralelisht me maqedonishtën gjatë komunikimit ndërkombëtar. BDI-s do t'i duhet mbështetja edhe nga Zoran Zaev dhe Nikola Gruevski për të ndryshuar kushtetutën e Maqedonisë. Por pavarësisht përpjekjeve, nuk arritëm të marrim qëndrim nga LSM-ja lidhur me paralajmërimin e këtillë, derisa në partinë e Gruevskit thonë se nuk pajtohen me asnjë vendim që nuk është në pajtim me kushtetutën e vendit. Kryeministri Zaev, madje me rastin e shënimit të përvjetorit nga nënshkrimi i marrëveshjes kornizë në një deklaratë për Post MK, tha se me ligjin për gjuhët po përmbyllet marrëveshja e Ohrit. Правно-формален или легалистички дел на затварање на рамковниот договор. Рамковниот договор значи рамномерна застапеност на сите, на секаде, и во приватните компании, и во јавните институции, на секаде, и тој дух се следи и треба да се следи. Но преку ова правно решение на Законот за езиците, ние правно-формално ги затвараме, легално ги затвараме аспектите на Охридскиот договор. ВМРО ДПМН нема конкретни информации што точно договориле Заев и Ахмети и какви се обврски презал СДС само за да ја задржи власта, иако загуби на декемвриските парламентарни избори. Нашиот принципиелен став е дека мора да се почитува уставот во кој практично се вградени одредбите на рамковниот договор. Секое излегување од рамките на договорот и секоја неуставна екскурзија на Заев ќе креира незадоволство на едната или на другата страна. За нас е важен мултиетничкиот карактер на државата, еднаквоста на граѓаните и правата кои ги имаат без разлика на која етничка заедница и припаѓаат. За жал гледаме дека владата на СДС периодов наназад креира само несигурност. Ai shton se Zaev nuk guxon të arsyetoj veten duke hapur tema të reja, të ndjeshme, të cilat mund t'i shkaktojnë probleme shtesë. Навистина сватија дека не смееме да одиме